Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin qendror informativ në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Kuvendi i Shqipërisë shpall Iranin shtet financues të terrorizmit, miraton rezolutën me 79 votat e socialistëve. Investigimi i vetting e Rilinda Lala shiti aksionet e saj në kompaninë 2D Construction për t'i shpëtuar hetimit. Është shtatzën, ish zëvendës drejtoresha e Akshit Hava Delibashi kërkon zbutjen e masës së arrestit. Dosja Bankers, ju komunikohen akuzat 3 ish zyrtarëve të Ministrisë së Financave. Ministria e Drejtësisë Donika Gërvalla ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama në lidhje me editorialin me Vučić. Populli i Kosovës nuk ka për ta falur Ramën. Bllokohen mbi 750 kg mish pule që mbaheshin në kushte higjieno-sanitare të papërshtatshme. AKU gjobit subjektin KMY, gjob edhe për Baxhon Bonum. Izraeli vret gjatë një sulmi me raketa shefin e sigurisë i Iranit, Ali Lairani. Njihemi tani më gjërësisht me zhvillimet e ndodhura ditën e sotme. Parlamenti i Shqipërisë miratoi një rezolutë që e shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit si dhe Gardën Revolucionare dhe Hezbollahun, organizata terroriste. Opozita nuk mori pjesë në seancë, por me një deklaratë e shpalli Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar vetëm me votat e socialistëve rezolutën ku Republika Islamike e Iranit shpallet shtet sponsor i terrorizmit, ndërkohë që Garda Revolucionare e Iranit dhe Hezbollah shpallen organizata terroriste. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër, projekt rezoluta miratohet. Gjatë seancës e përpasoi edhe në votim, nuk mori pjesë kryeministri Edi Rama. Në emër të Partisë Socialiste që propozoi rezolutën, kreu i grupit parlamentar Tauland Balla deklaroi se dokumenti lidhet me çështjet më të rëndësishme të sigurisë ndërkombëtare, destabilizimin dhe minimin e rendit demokratik. Ai kujtoi se edhe Shqipëria është bërë objekt i sulmeve kibernetike nga iranianët. Në seancë dhe votim nuk morën pjesë deputetët e 3 grupeve opozitare, pasi kishin argumentuar më parë se nuk mund të ishin pjesë e një seance pa rendite. Balla shprehu keqardhjen për mungesën e tyre. Keqardhje për mungesën sot në këtë seancë të deputetëve të 3 grupeve parlamentare të opozitës, të cilët nuk ditën që në një moment solem të një qëndrimi të domosdoshëm urgjent me njëhershëm të Shqipërisë, për krah Shteteve Bashkuara të Amerikës, për krah vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest pa krye. Por nuk mungoi as qëndrimi kritik ndaj mazhorancës socialiste. Erald Kapri i Partisë Mundësia e quajti votimin e rezolutës si një akt servilizmi të Edi Ramës për të shpëtuar fatin e tij politik. Këto rezoluta që janë bërë të njëpasnjëshme është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës, në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të cilë dhe rezoluta të tilla. Çfarë kemi bërë vetes ne me krimin organizuar, me doset e Akshit dhe të tjerë, me marrjen e të dhënave, nuk na ka bërë Irani. Nëse ne do të ishim vërtet një vend që do ishim afër perëndimit, nuk do vendosnin mbrojtje politike siç bët me zonjën Balluk. Pak pas përfundimit të seancës, Partia Demokratike përmes një deklarate zyrtare shpalli Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Në deklaratë theksohet se Partia Demokratike mbështet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin për të përmbysur diktaturën mizore teokratike të ajatollahëve. Ministri i jashtëm i Izraelit Gideon Sa'ar ka vlerësuar Parlamentin e Shqipërisë dhe kryeministrin Edi Rama për miratimin e rezolutës në seancën e kësaj të marte. Përgëzoi kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe Parlamentin e Shqipërisë për rezolutën historike të miratuar, duke shpallur Republikën Islamike të Iranit një shtet sponsorizues të terrorizmit. Sipas rezolutës, terrorizmi në të gjitha format e tij përbën një nga kërcënimet më serioze për shoqëritë demokratike.
Ky është një tjetër tregues i dimensionit të qartë moral në politikën e jashtme të Shqipërisë, shkruan ministri i jashtëm izraelit në reagimin e tij në rrjetin social X. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se çështja Balluku, korrupsioni dhe abuzimet me paratë shqiptarëve kanë ndalur integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe provë për këtë, sipas shefit të Selis Blu, është mosmiratimi i raportit i bar nga Komisioni Evropian. Sali Berisha denoncon se integrimi i Shqipërisë është ndalur pas zhvillimeve të fundit me çështjen Balluku, korrupsionin dhe abuzimin me paratë e shqiptarëve. Sipas kreut të PD-s, bllokimi nga Komisioni Evropian i raportit të vlerësimit të pikave të ndërmjetme, ose siç njihet ndryshe, raporti i bar për integrimin, është një shenjë e qartë se vendet anëtare të BE-s nuk do e pranojnë anëtarësimin e Shqipërisë pa merit. Zhvillime dramatike vijnë për procesin e integrimit të Shqipërisë. Raporti i bar mbeti në klas, mbasi një seri vendesh anëtare të Bashkimit Evropian nuk e votuar, por shtruan një seri çështjesh themelore, të cilat insistojnë që procesi i integrimit të jetë një proces i bazuar në merit. Procesi jashtë meritës është ndëshkim për qytetarët shqiptar dhe mbështetje për kusart qeveritar shqiptar. Lideri demokratëve u kërkon vendeve anëtare të BE-s të mos gënjehen nga raportimet që po bëhen tek ta për çështjen Balluku, duke e relativizuar si ngjarje. Duhet t'u them partnerëve tanë se cili do që ju thot ju se çështja e imunitetit të Ballukut është sipas interpretimeve shqiptare, është një mashtrues i paguar ose i papaguar nga Edi Rama. Heq imuniteti Ilir Mez dhe ka dhënë dorëheqjen, është heq imuniteti Fatmir Mediu, është heq 2 herë imuniteti Lulzim Bashës. Berisha pretendon se Ergys Agasi, tashmë i kërkuar nga policia, është parë duke shkuar në Surrel. Vazhdojnë qarkullimi i Ergys Agasit dhe sipas qytetarit digjital, ai është pa me makinën e tij, jo në skortën siç ka qenë përpara në skortën e Edi Ramës, por është pa në një rrugë në Surrel, duke shkuar në Surrel. Në konferencën për shtyp, shefi i Selis Blu u pyet nga gazetarët nëse do të jetë kandidat për kryetar të PD-s në zgjedhjet e 23 majit. A mund të më thosh pa kush të tha ty që jo njëherë? Po si e bërë të pyetje? Emisioni Veting ka hedhur dritë mbi shitjen e dyshimtë të aksioneve që drejtoresha e tatimeve Tiranë Erilinda Lala kishte në kompaninë 2D Construction. Investigimi i Veting zbuloi se shitja e aksioneve te kortakja e saj, Marsida Dedej, ka qenë fiktive për të shmangur vëmendjen nga prokuroria, por edhe nga mediat investiguese. Historia me kompanitë e fshehura në emër të personave të tretë është një nga refrenet më të përsëritura në aferat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Një nga rastet që ngret dyshime për kalim aksionesh në mënyrë fiktive lidhet me drejtoreshën e tatimeve e Tiranë Erilinda Lala. Emisioni Veting zbuloi se pasi ka themeluar kompaninë në vitin 2023 dhe ka siguruar një licencë për zbatime në punimet e ndërtimit, drejtoresha e tatimeve Erilinda Lala, me miratimin e bashkëshortit Tauland Godroli, më 16 dhjetor 2024, do t'i dhuronte aksionet e veta ortakes së saj, Marsida Dedej, aksione me vlerë 100.000 lekë ose 1.000 euro. Në shtator 2024, Erilinda Lala do të bëjë këshilltare e Ministrit të Financave, Petrit Malaj, dhe sipas ligjit duhet të bënte deklarimin fillestar të pasurisë për të ilustruar pasuritë. Në nëntor 2024, Lala do të largohej nga ky pozicion për t'u bashkangjitur kabinetit të drejtorit të tatimeve. Megjithatë, pas largimit nga ky funksion, drejtoresha e tatimeve do t'ia dhuronte aksionet e kompanisë 2D Konstruksion 2025, Marsida Dedejt, ku do të firmoste edhe bashkëshorti për miratimin e dhurimit. Në formularin e dytë për deklarimin e pasurisë pas largimit nga detyra, Lala nuk do të deklaronte se ishte aksionere të kjo kompani, pasi ligjërisht në nëntor 2024 ishte aksionere dhe ligji për deklarimin e pasurisë e kërkon që gjithmonë të bësh deklarimin e aksioneve. Përpos kësaj, më 29 maj 2025, Lala do të kalonte drejtoresht e tatimet pa pasur statusin e nënpunësit civil, si drejtoreshe komanduar. Fsheja e aksioneve, por edhe e dhurimit, gjë të cilën Lala e ka pasur mundësinë që ta rregullonte në maj 2025, pasi mori detyrën te tatimet, duke u mjaftuar me një gjob, ngre dyshime. Pse
se do të fshinte pronësinë te kjo kompani drejtoresha e tatimeve. Nga dokumentet e siguruara prej Veting, rezulton se kompania 2D Konstruksion 2025 ka marrë leje ndërtimi nga Këshilli Kombëtar i Territorit për objektin në Qerret, për një kompleks me godina banimi deri në 15 kate. Një projekt turistik në një zonë ku nuk gjendet asnjë godinë kaq e lartë, ku sipas planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Kavaj lejohet ndërtimi deri në 6 kate. Por cila është lidhja midis drejtoreshës së tatimeve dhe ish ortakes së saj, Marsida Dedej? Një ditë pasi do t'i dhuronte aksionet e saj, Marsida Dedej, më 17 dhjetor 2024, bashkëshorti i Erilinda Lalas, Tauland Godroli, do të bënte pagesën për një gjob të kësaj kompanie, e cila ishte e datës 16 dhjetor 2024. Në këtë rast, prej datës 16 dhjetor, Erilinda Lala nuk ishte më aksionere dhe sipas kushteve të dhurimit të aksioneve, ajo apo bashkëshorti i saj nuk kishin asnjë detyrim ligjor për pagesat. Për më tepër, si mund të shkosh të paguash gjobën e një kompanie private me të cilën nuk ka asnjë lidhje ligjore dhe kjo gjob lidhet me qendrën kombëtare të biznesit. Pra, ka indicie të forta që shitja thjesht mund të jetë fiktive për të shmangur vëmendjen nga prokuroria, por edhe agjencitë mediatike në fushën e investigimit. Konkretisht, Marsida Dedej është bashkëshortja e Drimon Dedej, hartuesi i bilancave financiare për kompaninë Eco Cleaning SHPK, ku Godroli ka qenë dhe është administrator. Dyshimet përforcohen sepse disa muaj pasi i dhuruan aksionet, Marsida Dedej do t'ia ndryshonte emrin kompanisë duke humbur gjurmët, e cila do të fillonte edhe procedurat për të marrë lejen e ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Gjykata kushtetuese ka nisur shqyrtimin e kërkesës së ish kreut Arshës Eviz Berberi, i cili kërkon dhe kundërshton masën e sigurisë ndaj tij si dhe lishmërinë e provave të gjeneruara përmes celularit të tij që shërbyen si bazë kryesore për dosjet në ngarkim të ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe të Benet Becit gjatë kohës që ishte kreu i Kesh. Ish drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Eviz Berberi i është drejtuar gjykatës kushtetuese me një kërkesë për shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën të një vendimi të gjykatës së lartë që la në fuqi masën ndaj tij të arrestit me burg, vendosur nga GKK në mars të 2024. Rriti investigativ Birn thotë se me këtë kërkesë Berberi godet ligjshmërinë e provave të sekuestruara, përfshirë edhe komunikimet në telefonin e tij, prej nga u gjeneruan të dhëna për 3 dosje të rëndësishme me 10 persona të akuzuar. Sekuestrimi celularit të Berberit shërbeu si burim informacionesh për spak gjatë 2 viteve, duke regjistruar më pas procedime penale në ngarkim të Berberit ndaj ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kryetarit të Bashkisë së Shkodrës Benet Beci. Berberi akuzohet për veprat penale të korrupsionit, shkeljes së barazisë në tendera dhe pastrimin e parave, përmes krijimit të një skeme kompanish të kontrolluara prej tij që përfitonin fonde publike. Nga të dhënat e nxjerra nga telefoni i Berberit, Belinda Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera, në mënyrë të përsëritur, lidhur me projektet e tunelit të Llogaras, tenderat e Unazës së Madhe të Tiranës, si dhe për koncesionin e rrugës Thuman-Kashar. Ndërkohë kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci është dërguar për gjykim për shkelje të barazisë për një tender kur drejtonte Keshin. Më 5 mars në një seancë në gjykatën kushtetuese, avokati i Berberit dhe prokurorët e SPAK kanë parashtruar argumentet e tyre lidhur me kërkesën e Berberit. Kërkesa e Berberit në kushtetuese ka shqetësuar SPAK, veçanërisht për pjesën që lidhet me ligjshmërinë e provave. Bir raporton se gjykata kushtetuese ka në dorë fatin e mëtejshëm të 3 procedimeve penale ndaj zyrtarëve të lartë. Burimet i kanë thënë Birn se në rast se provat shmohen të papërdorshme, atëherë do të rrezikohen akuzat për afro 40 të pandehur, përfshirë edhe akuzat ndaj Ballukut, Becit dhe Berberit. Ish numri 2 i Akshit Hava Delibashi ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë arrest në shtëpi pasi është shtatzën. Ajo po hetohet nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera dhe pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal. GKK ka shtyrë seancën për të marrë informacion të mëtejshëm nga SPAK. Ish zëvendës drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Hava Delibashi mbërriti këtë të martë në gjykatën e posaçme, së cilës i është drejtuar me kërkesën për masën e sigurisë. Delibashi po hetohet për veprat penale, shkelje të barazisë në tendera e kryer në formën e bashkëpunimit, ato të grupit të strukturuar kriminal. Grupi i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga grupi kriminal. Ajo mbahet prej më shumë se 3 muajsh në masën e arrestit në shtëpi, por tashmë pretendon se kjo masë duhet zbutur,
për shkak të rrethanave në të cilat ndodhet, pasi është atë zënë. Seanca e së martës u shty me qëllim që prokurorët e posaçëm Bledar Maksuti e Altin Dumani, që po hetojnë skandalin e Akshit, të paraqesin informacionin 2 mujor lidhur me veprimet hetimore të kryera deri në këto momente, e më pas gjykata të shprehet lidhur me kërkesën e Delibashit. SPAK pretendon se brenda Akshit vepronte një grup i strukturuar kriminal që drejtohej nga biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri, të cilët urdhëronin rrëmbimin e rivalve, sikurse ishte Geront Meçe, dhe i detyronin të tërhiqeshin nga tenderat. 2 biznesmenët janë në arreti, ndërsa ish drejtoresha e Akshit, Mirilda Karçanaj dhe Delibashi ndodhet në arrest shtëpie. Për 3 biznesmen të tjerë dhe një zyrtar policie, gjykata e posaçme ka caktuar masat e ndalimit për të dalë jashtë vendit apo pezullim nga ushtrimi i funksionit. Prokuroria e posaçme mbylli hetimet për një fraksion të dosjes ndaj kompanisë Bankers. Në përfundim të këtyre hetimeve, ju komunikuan akuzat i shkreut të Bankers, Leonida Çobo, Ridvan Zotos, Elvira Plakut dhe 3 ish punonjësve të Ministrisë së Financave. Ndaj tyre rëndojnë akuzat shpërdorim detyre, vjedhje përmes shpërdorimit të detyrës dhe pastrim parash. Nga hetimet e kryera nga SPAK rezulton se ata blinin toka dhe ja jepnin me qira të lartë kompanisë Bankers. Hetimi fillimisht kishte nisur nga Prokuroria e Fierit dhe çështja më pas ishte pushuar, por më pas hetimet u rihapën nga Prokuroria e posaçme, çka solli arrestimin e disa zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të Bankers. Hetimet për aferën e kompanisë Bankers vijojnë. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, është dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme, i akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. Me të janë të pandehur edhe 6 persona të tjerë, mes të cilëve edhe gruaja e Viz Berberit. Vepra dyshohet të jetë kryer gjatë kohës kur ai drejtonte korporatën elektroenergjitike shqiptare në lidhje me një tender me vlerë rreth 700.000 euro. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, është dërguar zyrtarisht për gjykim nga SPAK në akuzën për shkelje të barazisë në tendera. Sipas hetimeve, vepra penale dyshohet të jetë kryer gjatë kohës kur ai drejtonte korporata elektroenergjitike shqiptare në lidhje me një procedurë tenderimi me vlerë rreth 700.000 euro. Vendimi për dërgimin e çështjes në gjyq u mor nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pas shqyrtimit në seancë paraprake. Sipas gjykatës, ka prova të mjaftueshme për të vijuar procesin gjyqësor ndaj të pandehurve për veprën penale të kryer në bashkëpunim. Në këtë procedim penal janë marrë të pandehur Benet Beci, Adela Ruko, bashkëshortja i shkreut të autoritetit rrugor shqiptare Viz Berberi, si dhe Edlira Mitrushi, Jonid Kazani, Yll Kanishku, Premtim Dauti dhe Rudin Gjoni. Të gjithë akuzohen për shkelje të barazisë së pjesëmarrjeve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim sipas kodit penal. Ndërkohë, disa prej të pandehurve kanë paraqitur kërkesë për gjykim të shkurtuar, ndërsa ligji nuk parashikon ankim ndaj vendimit për dërgimin e çështjes në gjyq. Procesi pritet të vijojë në ditët në vijim në gjykatën kompetente. Në një reagim për mediat e Kosovës lidhur me editorialin e përbashkët që kryeministri Edi Rama ka publikuar me presidentin serb Aleksandar Vučić në gazetën gjermane Faz, ministri e drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla tha se qytetarët e Kosovës nuk kanë për t'ia falur këtë artikull. Gërvalla tha se krijohet përshtypja se sa herë Vučić është në presion nga ndërkombëtarët, Rama do ta nxjerrë nga situata e vështirë. Ajo shtoi gjithashtu se nuk duhet të ketë për Shqipërinë alternativa me Serbinë që nuk kalojnë nëpër Kosovë. Ministri e Drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama lidhur me një editorial të përbashkët që ai ka publikuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në gazetën gjermane Faz. Nga ana e kryeministrit Rama, i cili i tejkalon edhe ato çfarë ku kemi mbyllur syt njërin sy në të kaluarën, është artikulli i fundit i publikuar së bashku me Vučićin në gazetën prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Në një intervistë për RTK, Gërvalla tha se qytetarët e Kosovës nuk kanë për t'ia falur këtë artikull kryeministrit Rama. Johet përshtypja her pas here që gjithmonë atëherë
Kur Vučićin BE-ja, Evropa e mbështet me shpatulla për muri, del Edi Rama edhe e nxjerr nga ajo situatë. Gërvalla shtoi gjithashtu se nuk duhet të ketë për Shqipërinë alternativa me Serbinë që nuk kalojnë për Kosovë. Rruga nga Tirana në Beograd çon nëpër Prishtinë, edhe gjeografikisht, edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe në çdo aspekt. Kështu që secili kryeministër apo president shqiptar që e harron këtë, ta dini që afatgjat ka për të bërë gabimet mëdha, të cilat kanë për ta dëmtuar kombin tonë. Sipas saj, problemi i artikullit është propozimi që Serbia dhe Shqipëria të hyjnë së bashku në Bashkimin Evropian. Në këtë editorial që ka shkaktuar jo pak debate, Rama dhe Vučić propozojnë që Shqipëria dhe Serbia të mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian edhe pa të drejta vetoje, pa komisioner shtesë dhe pa ndryshime në strukturat vendimarrëse të Unionit. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 738 kg mish pule të KMY-s pasi konstatoi në këtë subjekt shkelje serioze të kushteve higjieno-sanitare. Gjatë kontrollit të KMY-s u konstatua një ambient me kushte higjieno-sanitare të papërshtatshme ku procesi i shkrirjes së produkteve kryej në kundërshtim me normat teknike. Nga sasia e bllokuar prej 738 kg fileto dhe gjoks pule, u morën mostra për analizën mikrobiologjike dhe deri në daljen e rezultateve, sasia e mishit do të qëndrojë e bllokuar. Ndaj subjektit KMY, AKU ka vendosur gjobë 300.000 lekë, AKU ka vendosur të njëjtën gjobë edhe ndaj subjektit Bonum, pasi gjatë kontrollit në Baxho u konstatuan kushte higjieno-sanitare të papërshtatshme, si dhe prania e mykut, ndryshkut dhe lagështisë në ambientin ku përpunohej qumshti. Gjatë kontrollit u bllokua rreth 328 kg djath i bardhë dhije. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit bëri të ditur se ushtria izraelite vrau shefin e sigurisë i Iranit, Ali Lariani, gjatë një sulmi. Ali Lariani është sekretari më me ndikim i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Gjithashtu në sulm mbeti i vrarë edhe komandanti i njësisë Basit i Iranit, një grup paraushtarak i përfshirë në shtypjen brutale të protestave antiqeveritare. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Lariani, është vrarë në një sulm ajror të kryer nga forcat izraelite, sipas konfirmimit zyrtar nga autoritetet izraelite. Lariani konsiderohej një nga figurat më të rëndësishme të regjimit iranian dhe për vite me radhë ishte i afërt me udhëheqësin suprem Ali Khamenei. Raportimet sugjerojnë se ai shihej si një nga njerëzit kyç në hierarkinë e pushtetit pas Mojtaba Khameneit. Sipas mediave izraelite, operacioni për eliminimin e Larianit ishte planifikuar më herët, por u shty në momentet e fundit. Informacionet e inteligjencës më pas çuan në lokalizimin e tij në një apartament të përdorur si stre në Teheran, i cili u godit nga forcat ajrore. Raportohet se në momentin e sulmit ai ndodhej aty së bashku me djalin e tij. Në të njëjtën kohë me njoftimin për vrasjen, në rrjetet sociale të Larianit u publikua një mesazh i shkruar prej tij, i cili më pas u transmetua edhe nga mediat shtetërore iraniane. Mesazhi përkujtonte marinarët iranian të vrarë në një sulm të fundit amerikan, funeralet e të cilëve pritej të zhvilloheshin gjatë ditës. Ngjarja shënon një përshkallëzim të fortë të tensioneve në lindjen e mesme, ndërsa pritet reagimi zyrtar i autoriteteve iraniane. Përpara se të bëhej kryetari i dhomës së përfaqësuesve, Lariani shërbeu si kryenegociatori bërtamor i Iranit midis viteve 2005 dhe 2007. Ushtria izraelite gjithashtu njoftoi se forcat e saj ajrore kanë vrarë komandantin e njësisë Bazit të Iranit, një grup paraushtarak i përfshirë në shtypjen brutale të protestave antiqeveritare në fillim të këtij viti. Në një postim në Telegram thuhet se kanë shënjestruar Golam Reza Soleimani të hënën. IDF-ja thotë se ai ishte në krye të milicisë së lidhur me Gardën Revolucionare për 6 vjet. Kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por ju rikujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të klikoni në balkanume.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream News 24 në çdo moment. Pas pak do t'jeni në shoqërinë e koleges Klodiana Lala dhe emisionit të saj në Shënjestër, bashkë shihemi në edicionin e radhës.